Shumë mesazhe edhe shumë komente edhe dje pas statusit për 3 qëndrimet e mia. Një gjë duhet t'ja u them, e ta përsëris. Unë kam qenë socialist, jam socialist, dhe do të mbetem socialist. Kjo nuk do të thotë që kam mbyllur syt, kam mbyllur gojen dhe thjesht kam ngritur dorë. Jo, nuk e bëj dot këtë. Kështu që po kaloj tek e dyta gjë, reagim kush janë shumë agjendat, kush janë agjendat primitive dhe agjendat e rrezikshme. Po mundohem që sot, nesër, në vijim, t'ju kthej përgjigje një për një. Po, e para është agjenda politike. Tani, agjenda politike është evidente, është shumë e qartë, nuk ka lidhje me politikat. Po është agjendë e mirëfillt politike. Jo vetëm për shkak të asaj që tashmë është e dukshëm prezencën e partive politike në protest, madje prezencën e partive politike në krye të protestës. Afërmendsh, kandidatët për deputet të partive të vogla, të cilët as i njohu kush në fushat elektorale, as i dëgjoj kush, as i votoj kush në fund fare, janë mua aty dhe tani flasin si organizator të protestës. Mirë në pash dje, fjala bie në Top Channel, në edicionin e lajmeve. Po çon si ka. Jo për këtë, po për shkak të kërkesave të qarta politike. Tani të vim këtu. Ajo që dëgjova unë është dorëheqje e kryeministit, dorëheqje e qeverisë, por jo vetëm kaq, po edhe rrëzim të majorancave legjitime të krijuara me votë. Pra, delegjitimim i procesit zgjedhor, delegjitimim i një procesi zgjedhor të njohur botërisht e të certifikuar edhe si të tillë, me probleme afërmendsh, por të njohur. Delegjitimim që pastaj do të vijojë seri për çdo palëzjedhje. Kjo historia që ti do japësh dorëheqje, ti nuk ke më majorancë, sepse njerëzit janë në shesh. Pra, ti ikën dhe sheshi zgjedh 101 vet, 101 njerëz përfaqësues të sheshit që zgjedhin ministra të një qeverie që duhet të jetë teknike, që në harkun e një viti nuk duhet bëj asgjë sipas tyre, por që duhet ta votoj unë në parlament, edhe pse i delegjitimuar nga sheshi, jo nga ligji, jo nga kushtetuta, as nga ndonjë proces tjetër zgjedhor, pra duhet ta votoj unë, nuk ecën. Nuk ecën. Sepse do të përsëritet e do të përsëritet dhe vendi do të kaloj jo vetëm në cënim të stabilitetit, po mbi të gjitha në kaos. Dhe mos harroni, ky vendi është duke negociuar me Bashkimin Evropian për të mbyllur kapitujt e antarësimit, ku i pari është kapitulli i themelorëve, ku hyn brenda gjithçka që po kërkohet të delegjitimohet përmes asaj skemës sheshi 101 që bëjnë qeveri, që një vit bën asgjë dhe në fund fare shkojnë në zgjedhje të reja, të cilat mund të kontestohen po prapë. Shikoni, ne kemi probleme edhe me zgjedhjet, edhe me demokracinë. Ne kam vënë dukje partnerët me cilët po negociojnë. Por natyrisht, kjo përmbysje totale, jo e sistemit, po e rregullave demokratike në këtë vend, patjetër që sjell kaos. Kjo është një agjendë, jo vetëm primitive, po edhe e rrezikshme. Pas mesazheve të shumta në harkun e këtyre
20-20 ditëve 3 gjëra për t'i ndarë me ju. E para, unë nuk kam asnjë lloj arsye që të largohem nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste të Shqipërisë për më tepër të dalë i pavarur. Do të ketë logjik çdo gjë. Askush nga ju nuk e beson që po të largohem nga grupi parlamentar i PS-s, unë do jem i pavarur. Unë nuk mund të jem i pavarur. S'ka gjas që unë të jem i pavarur. Kam qenë nga themelimi i Partisë Socialiste për 35 vite që militoj si socialist, si antar i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Në anë tjetër, unë jam partizan. Unë nuk jam një njeri neutral. Një njeri që mbaj qëndrime. Neutraliteti do të ishte elementi kyç i të pavarurit. Kurse, për të vërtetat, unë mbaj qëndrime, nuk i bëj bisht. Edhe një arsye më shumë, që asnjë nga ju s'do më besonte se do isha i pavarur. E dyta që është po kaq e rëndësishme. Unë nuk jap dorëheqjen si deputet i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Jo vetëm prej faktit që nuk jam deputet i listës së mbyllur, po jam deputet i zgjedhur me votë, po edhe për të respektuar ata 25.000 njerëz, një për një, emër për emër, që më votuan, që më besuan të bëj këtë punë. Në qoftë se s'do ta kisha bërë punën e deputetit në harkun e 10 muajve, po, patjetër, do duhet ta kisha dhënë dorëheqjen. Po sot unë nuk di njeriu në 105 që nuk e di se kush është deputeti. Madje nuk di njeriu në Tiranë që mos ta di që Erion Braçë është deputeti i Tiranës. Ashtu siç nuk di njeriu në 105, po edhe në njësi të tjera që të thotë ky deputeti nuk më ka ardhur në njësi, nuk më ka ardhur në lagje, nuk më ka ardhur në blok, nuk më ka ardhur në rrugë, nuk më ka ardhur në rrugicë, nuk më ka ardhur poshtë pallatit, nuk më ka ardhur në shtëpi. Apo ky deputeti nuk më ka përfaqësuar Kuvendin e Shqipërisë për të gjitha ato që janë shqetësimet e mia të përditshme e publike. E treta gjë, dhe kjo është e lidhur me dy të parat, po kaq e rëndësishme, jo, unë nuk dal në protestë. Nuk dua asnjë lloj përfitimi politik nga protesta. Zero. Unë nuk jam ata deputetët që shihni atje, apo ata kryetarët e partive politike që shihni atje. Jo, unë jam deputeti i Partisë Socialiste të Shqipërisë, që kam vendin tim, kam zërin tim, kam angazhimin tim, publik, të qartë, të fortë, mbështetur në të vërtetën dhe në atë që qytetarët kërkojnë, përballë partisë time, përballë qeverisë time, në sallën e Kuvendit dhe në çdo ambient tjetër ku ne mblidhemi. Siç të shtunën për gati 30 minuta në mbledhjen e përbashkët grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe qeverisë. Pra e kam vendin, e kam hapësirën për të mbajtur qëndrimet e duhura, edhe për të thënë vërtetën, edhe për të kritikuar, edhe për të kundërshtuar, edhe për të miratuar, edhe për të propozuar, edhe për të debatuar mbi propozimet e mia, që praktikisht janë çështje që lidhen drejt për drejt me qytetarët, dhe natyrisht edhe për të kërkuar miratimin e tyre me votë. Edhe pse rrëzohesh një herë, do ta vazhdosh betejën deri në fund. Pra unë kam këtë status. Nuk është nevoja që unë të dal në bulevard për t'i folur qeverisë time. Jo, e bëj atje ku jam. E bëj fort, e bëj qartë. Po e përsëris, siç e bëra ditën e shtunë, sy më sy, me partinë time dhe me qeverinë time. Në emër të protestës, e duke u hequr si organizator të tyre, po flasin shumë politikanë. Janë kryetar partish që janë paraqitur 1 herë, 2 herë, 3 herë, disa herë në zgjedhje dhe kanë humbur. Kanë humbur si parti, kanë humbur edhe si individ. Sot foli edhe Sali Berisha. Madje shkoi shumë më larg se sa kaq. Tha që protestën e të shtunës e kishte organizuar ai. Ajo që ishte aty nuk ishte diaspora kuqe e zi, po ishte diaspora blu. Në fakt, Sali Berisha ka edhe të drejtë. Partia e tij është në protest. Janë aty deputet, ish deputet, ish kryetar bashkie. Janë aty njerëz të asaj partie që ko pas kohë kanë qenë në protesta të dhunshmet.
Sali Berisha e ka një qëllim që flet për protestën si protestë e tij. Nuk lidhet thjesht vetëm me faktin që ai ndjehet jashtë, ndjehet i zvendësuar, ndjehet i lënë mënjan nga protesta. Lidhet me faktin që ai do ta marrë e do ta përdorë protestën. Pjesë. E ka gëlltitur atë thirrjen Berisha në burg. Sepse me thënë drejtën nga goja nuk vjen gjë. As nga gjykata nuk po vjen gjë akoma. E ka gëlltitur dhe shumë i interesuar që ta ketë të vetën protestën. Prandaj i ka njerëzit e tij atje. Jo ata që erdhën nga Londra me Range, me G-Class, me Mercedes, me Maybach, shumë e radhë. Jo thjesht ata. I ka ata. Po ata që kanë nga Shqipëria aty në protest, janë të njëjtët që ishin në protestat e dhunshme dhe po presin. Qartësisht fare urtin, kur do ta bëjnë këtë gjë. E dyta gjë që doja ndaja me ju është shifra që Sali Berisha dha të pjesëmarrësve në protestën e të shtunës. 500.000, tha. 500.000. Tani, shikoni, bulevardi ta krijon mundësinë që të bësh llogari. Gjerësi, ergjatësi nga mesi kryeministrisë deri tek bashkia dhe dalin diku ke 18.000-19.000 metra katror. Për shifrën e Berishës i bie që të kenë qenë 26-27 vet në 1 metër katror. Mendojeni vetëm.